si me ndiku Kurani, apo me përfitu në shpirtin tonë, apo me mbërthy, apo si ta kapim fuqishëm Kuranin. Një thot që ka ndihmon njeriu është meditimi. Përkapja e plot e Kuranit është forma e më e mirë ku njeriu ka në vazhdimsi leximin e Kuranit. E ka për ditëshmëri. Kjo shumë ndikon. Kur e ka për ditë, lexon. Mëshirohet me Kuranin, familiarizohet me Kuranin. Fillon pastaj përkthimin me lexu. Fillon me meditu me një ajet. E përsërit sikur që ka ndodhur te shumë prej sahabëve, një ajet e ka lexuar me 10 herë apo me 100 herë. A ka hadithe që e përkran këtë koncept dhe këtë çështje? Ka shumë. Abdullah ibn Asi ka qenë Abdullah ibn Amr ibn Asi, një ditë i ka thonë, ja Rasulullah, kam qef të lexoj Kuranin më shpesh. Edhe i ka thonë, une du me lexu, ka thonë, i dërua, një herë hak me në muaj. Jo, thot unë muj më shumë. Ka thonë atëre, njërë në 10 ditë baj Kuranin. Thot, mu në muj më shumë. Janë disa njerëz me vrulli kapin gjanat. I thot, njërë në 7 ditë. Thot, jo, unë muj 3 ditë. Thot, kush e lexon Kuranin, i durgëllojt, më pak se 3 ditë, ky njeri nuk e kap kurrë prej Kuranit. So ky fillon me lexu Kuranin vetëm se formalisht. Ky se ka menjën atë, ndërsa pojenta çka do të thonë hadithi, Kurani nuk duhet vetëm se recitim. Po të lexosh, ndalesh të meditosh. Çka dështe Allah me thonë këta? Çfarë mesazhi përçon? Edhe ky hadithi e përçon ato mesazhe që jam duke thonë te tash. Esenca e Kuranit është me kap Kuranin, me kuptu dhe me përfitu nga mesazhet. Hadith tjetër thotë dërguar nuk ka lexim me të cilën lexon dikush nga Kurani, edhe ai që e lexon e vëren se po i shtohet frikë respekti. Ja disa njerëz duke lexuar Kur'an, vetëm duke dëgjuar ata, të shtohet frikë respekti. E shes se ki lexon Kur'anin, si më thon, me përjetime më të thella, më të fuqishme. Godit ku din mbrejnë atë. Jeton me Kur'anin, edhe ndikon. Ti hiç pa e kuptu, po veç duke apo ato gjestet e fytyrës, ato se si reflekton, çon frikë respekt, kjo shumë ndikon te njeri. Bile një sahabi thot, u fala pas Rasulullahit, ai derisa lexonte surën Kaf, kur arriti te ajeti me ajet Kuranit, thot unë u mbërtheva nga leximi i pejgamberit sa që këtë ajetin e përsëritsa disa herë edhe nuk e disha kuptimin, a më dish se ka diçka të veçantë. Shumë dikon, përjetimi i madh apo i thellë. Tek muslimanët e parë, kësi ajete shumë kanë ndiku fuqishëm, sikurse rasti i Xhuberit. Prej atyre ka qenë Umeri. Umeri ka qenë, kur ka lexuar dukush në jetë, ky Umeri s'u ka ndal kurkush, askush. Bile Karnjoni e ka ngrit zonin para Hazreti Umerit, edhe ka fal një fjalë të rëndë. Njëri që kanë qenë afër këshilltari i Umerit ka thonë, Omer, ka thonë Allah në Kur'an, khudhil afwe, mere faljen, baje vepën e mirë dhe ktheva shpinën ignorante, se ky është nga ignorantët. Tha për pak këtë përmbledh Omeri ata. Ama kur e lexojmë ajetin, ka qenë waqaf. Shumë ka ndale ka stopirate, ka frenu Kur'ani. A kush se frenoi këta? As 10 njerëzit, as goditja, as marr dikush me autoritet, kur përmend ke ajeti Allahut, dhe e zbutke. Po plot ka pas për tyre. Njëri prej selefi thot, një ajet që nuk më kalon me flet natën, ka qenë një ajet wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasabun. Është një ajet që ka kuptimin, ka më ju shfaq njerëzve, ka më ju ekspozu njerëzve diçka që kia nuk e ka pas imagjinat se Allah i ka më nxjerr. Ky ka benu se ato veprat kanë më shkujt se vape, kanë më dole kundërta. Çu kjo ajet nuk më kalon me flet asnjëherë. A mund të mendoj që Zoti më nxjerr diçka, më ekspozu, që unë se kam pas fare konsiderat. Unë kam menuar se Zoti ka mund pagujt, më shpërli për ata, se si ka jetu me ajetet të shumta. Po ajo më interesant o vëllezër, njerëzit që janë të mençur me këta ndoshta e përmbydhi, njerëzit që kanë arsye, ata dinë me përjetu Kur'anin edhe pse nuk kanë jetu. Janë ngjarje me këta që edhe mu ka shumë kalon pesh, thot autori thot dalldisja e gjërave që janë të kota, kjo njerëzit i bën që mos me ndiku te Kur'ani. Për shembull që këto rrjetet sociale, këto janë të padobishëm, këto na mytën to. To la morin kohë të tëra. Kjo është e padobishëm. Për të cilën Allah ka përmendur në Kur'an, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun. Njerëzit ju ka afruar për llogaritja, ndërsa këta akoma janë në përgjubje në ajo që ka i pret. Ma yatihim min dhikrin, nuk ju vjen dhe një ajet kuranor
min rabbin nga Zoti i tyre, muhdathan që është e re, illa istamiu, ata ndëgjojnë, wa hum yalabun, ndëgjojnë ajetin, mirë po vazhdojnë me lojrat e përditshme, nuk i le përshtypje. Pse? Lahiyatan qulubuhum, zemrat i kanë të përgjumshëm. Ja ka mush kjo e përditshmja që nuk ka peshë. E kalon kohën më orë të tëra, diçka që nuk ka e dobishëm, për ta ndikon. Mi po me ngjarën që duhet ta përfundoj se ka shumë. Ajatore thot duhet para kushte për me pas njeriu, me pas përjetimit Kur'anit. Një është që thot zgjimi i zemrës. Njeri me pas zemrën e këndjellë. Se ne kena në gjumë, thot, duhet me këndjellë zemrën. Her pas here me trondit, o zemër, ka e ka shkon, ka e ki mendjen, ku e ki fokusin, ku e ki sënimin, ku e qëllimin, nuk e lërë zemrën. Derisa e fokuson edhe zemra, fillon me pas nën kontrollet e tua. Bile thot Ibn Kaimi, po deshte me përfitu nga libri i Zotit nga Kurani, mbledh zemrën tane kur të lexosh Kur'an. Mobilizoje mirë thot, edhe letjet e fokusi. Mos e le zemrën tu lexu me pas mendjen të biznesit, të paret, të familje. Munoju ato shpërqendrime të largoju. Shkëputu thot edhe për mbledhje në Kur'an që atëre thot ke me përfitu.